Përshëndetje kryetar, përshëndetje kryesues, përshëndetje të gjithë të Janë mirë dhe realisht të shkujtës të debatat se dhe të shpejnë interesim për debat dhe të shumë zi të mirë në momentit sa të në qëtë mirë për momentit kur i kalojnë këto kompetenca dhe për të lojnë të marrë në rolin e dhe të gjërësusit dhe të qykasët të disa asmane dhe kendime politike dhe aqë ma shumë edhe të atrojnë të atë në i kalojnë kompetenca të një delegatit dhe anaqesin e pozita të palakush. Drejtore, i rafetojnë kryetarit dhe të posë që i rafetojnë kryetarit, ata rafetojnë në çdo kohë edhe para delegatit të kanë. Po kjo nuk dhe të thotë se nuk kemi informatat një fushë. Delegatët marrin materialin në mënyrë elektronike, shumica dhe mund të bëjnë një koncept dhe tani në infrastrukturën e fundit në 150 letë tanët të kërtën sharime për me. Po me koncept bëjnë pyetje, kërtën sharime dhe na jemi kaqë dhe një anë sharime. Në momentin për nuk një informacion me sharime, atëherë kaloni dhe mund të orientonu ose kërtoni informata zyrtare, ose kërtoni diku tjetër. Mund vjen mirë që të nisë një debat. Njëri prej delegatëve thotë këtu se investimet kapitale dhe kuptimin të raporti i financë. Është një prej raporteve më të mira financiare të pasqyrave financiare. Në qovë se nuk ishin investimet kapitale, nuk do të thotë se nuk ekziston. Ato investime kapitale dhe ato pasqyra përkutën një delegat, për faktin se një pjesë e tyre janë marrë në përmbarus. Në qovë se këqyri raportin financiar që e dhamë seancën e kalume, gjitha ato mjete kanë shkuar në përmbarus privat dhe janë këtësot e gjitha. Po jo vetëm në ka investimet kapitale e tjere në komadrat e shërbim dhe në shërbim e komadrat. Këtë arsye komplet të dhëna për punë. 93% e fuqit nga komadrat e shërbim është e ekzekutuar në mënyrë më të mirë të mundshme. Pjesa tjetër e mënyrë të fyrave është një pjesë e fyrave që mas 14 vjetori limitacione dhe nuk mund të ekzekutohen të hyjnë në funksion dhe bartën për këtë ditë që do ta kish edhe bartën edhe shpërndame të tjetër të bërë në kanashë që mund të realizojnë termik. Gjithashtu thjesht i thirrët se vetë në komunat të cilat nuk ka obligime të patë të nduara. Dhe të pa parashikojnë me vitin 2020. Edhe pse përmbaruesi na ka atakuar në investime kapitale dhe sufrin qenë të i informuar të gjithë delegatët. Sa të pare jënë marrë me përmbarues dhe është atakuar strejti më i madh i për investime kapitale, ne ja kemi arritur që t'i parashojmë dhe të kryjmë ato obligime që aktive. Prandaj kjo është e vërteta. Sa i përket na i kemi dhënë raportet financiare dhe mund të japim edhe raportin rapid. Na mund të shkërbejmë në qartë se sa sektor ka kulturia e financa, e zhvillimit ekonomik, por edhe se cili drejtor. Është azi ato të cilët jemi për delegate e propozojsh, mendoj se u pranon është që delegatet drejtor të rinj edhe mos raportojnë sepse do të mund të raportojnë një ditë tjetër, por të njëjtin raport mund ta kompenzojë edhe kryetari që mund të jetë. Por drejtorët të cilët ka qenë gjatë vitit kaluar. Mu vjen keq, ndëruar delegat që shpesh herë alutoni në subvencione dhe në ojeqet të ndëruar për me përtorën për me politikë. Mu vjen keq se në aspektin politik, na kemi shumë respekt për avokatit të sekretarët të zëqetë. Dhe nuk mund të rria kulturës ty të kryoj qështënjë kulturë artistike, gora, observatoria, se ajo dhe iniciativat qytetare që të rëmën këto. Kështë që ne mund të investesim pjesët e cilat kanarë në organizate të qytetare, të publike, të fjeshtënic, janë investuar dhe kanë qenë pjesë subvencionet për qështë. Prandaj, kur aktroni këtu, s'patu të kini një bazë, dhe juve baza e nuk mund të kryojnë shoqërinë në qoftë se nuk ka iniciativë. Cila shoqëri kulturo-artistike që funksionon në borë nuk është investuar se subvencion në komunën e Karashit. Prandaj, ju e dini të shumë mirë
Mirë po unë ju shkoj që seancët e fundit keni filluar jo të marrni fjalime politike, por që preni një vëllë për destimin e